Horoskopi ditor, 24 dhjetor 2025, Dashi, sot, Venusi ngjitet në majën e hartës tënde diellore dhe qëndron aty deri më 17 janar. Kjo do të thotë se vëmendja kthehet natyrshëm tek ti, mënyra si shpreh mendimet, talentet që tregon dhe punat që bëhen më të dukshme dhe më të vlerësuara nga të tjerët. Njerëzit mund të ndihen të tërhequr nga këndvështrimi yt ose nga ajo që ofron, ndërsa ti vetë ndjen një shtysë të brendshme për t'u përmirësuar dhe për të dhënë më të mirën. Ngjarjet gjatë kësaj periudhe mund të zgjojnë ambicien tënde në mënyrë të qetë, por të qëndrueshme. Nuk është presion i ashpër, por një nxitje që të kujton se je në gjendje të arrish më shumë nëse fokusohesh. Në orët e para të ditës, atmosfera përreth mund të duket pak e tensionuar ose e ngarkuar emocionalisht. Është e rëndësishme të mos marrësh mbi vete humorin e keq të tjerëve dhe të mos futesh në situata që të lodhin mendërisht. Ndërsa dita përparon, dëshira jote kryesore bëhet çlirimi nga kërkesat e fundit dhe nga çdo ndjenjë gare apo presioni. Do të ndihesh më mirë duke ngadalësuar ritmin, duke marrë frymë lirshëm dhe duke i dhënë vetes hapësirë për qetësi. Demi, sot, Venusi hyn në sektorin tënd shpirtëror dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të ndjerë frymëzim, qoftë për marrëdhëniet e tua, perspektivën personale, interesat që ke apo aktivitetet që të sjellin kënaqësi, ose një kombinim të tyre. Venusi këtu të mbështet në mënyrë delikate, duke të inkurajuar dhe duke rritur popularitetin tënd në javët e ardhshme. Tani është një moment i mirë për të ndarë filozofinë tënde personale me dikë të veçantë. Kjo mund të forcojë marrëdhënien ekzistuese ose të tërheqë një lidhje të re në disa raste. Në orët e para të ditës, është mirë të mos humbasësh kohë me gjëra të parëndësishme. Pasi mund të kapesh mendërisht nga obsesionet të vogla, energjinë e mendjes më mirë e kanalizo në diçka produktive dhe me kuptim. Kujdes i shtuar në komunikim është i domosdoshëm, pasi qëllimet e tua mund të keq kuptohen lehtësisht, ndërsa dita përparon do të kërkosh situata, njerëz, ide dhe qëllime që të bëjnë të ndihesh mirë. Energjia është relativisht e lehtë për të shfrytëzuar në socializim dhe për të shijuar përvoja të reja, duke të sjellë momente kënaqësie dhe frymëzimi. Binjakët, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të intimitetit dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Instinktet e tua janë veçanërisht të forta për të përfituar maksimalisht nga situatat dhe për të përmirësuar ose thelluar marrëdhëniet. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të mbështetur dikë që do dhe për t'i dhënë vëmendje shtesë një projekti të veçantë. Ky ndikim të ndihmon të zgjidhësh mosmarrëveshjet në marrëdhënie ose problemet me financat dhe ndarjen e përgjegjësive. Tani tërhiqesh më shumë nga thelbi i gjërave dhe të pëlqen të zbërthesh mistere, të kërkosh përgjigje dhe të gjesh zgjidhje. Marrëdhëniet intime janë më të kënaqshme se zakonisht. Dhe zgjidhja e konflikteve bëhet më natyrale. Në orët e para të ditës, përpiqu të mos stresohesh për perceptimet kontradiktore ose për opinionet e ndryshme, pasi njerëzit janë të zënë me çështjet e tyre personale. Megjithatë, mund të gjesh një shpëtim të këndshëm nga shqetësimet e përditshme përmes misive ose aktiviteteve sociale. Ndërsa dita avancojnë, mund të kesh sukses të jashtëzakonshëm në negociata dhe mund të ndjesh kënaqësi për drejtimin e përgjithshëm të jetës tënde në këtë moment. Gaforia, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të partneritetit dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar, duke dhënë një shtysë të bukur marrëdhënieve. Ky ndikim i ri në jetën tënde të ndihmon të harmonizosh në shumë nivele të ndryshme. Mund të sjellë njerëz të lumtur ose të dobishëm në rrethin social dhe është një kohë e mirë për të përmirësuar ose tërhequr partneritete të reja. Gjatë këtij cikli je më i afërt, i hapur dhe i gatshëm për kompromis. Ndjen më shumë nevojën për të kaluar kohë me të tjerët dhe për të shijuar aktivitete së bashku. Tendenca jote sot është të thellohesh më shumë në çdo gjë që bën, sepse nuk ke kënaqësi të jetosh vetëm në sipërfaqe. Përdor këtë kohë për të gjetur përgjigje ndaj problemeve dhe jo për të ushqyer mendime negative apo dyshuese. Kjo bëhet më e lehtë ndërsa dita avancojnë.
Mund të arrish një marrëveshje më të mirë me partnerin, ose të ndjesh se jeta po ecën përpara në mënyrë të qëndrueshme. Luani, sot, Venusi fillon tranzitin në sektorin tënd të punës dhe shëndetit dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Ky ndikim të ndihmon të zgjidhësh mosmarrëveshjet me kolegët, veçanërisht nëse ka pasur keqkuptime, dhe zgjon dashurinë tënde natyrore për punën, si dhe zakonet e mira dhe metodat e shëndetshme. Tani kërkon më shumë paqe dhe harmoni në rutinat e përditshme dhe ka shumë mundësi ta gjesh. Marrja e hapave për të përmirësuar shëndetin dhe ushqimin mund të jetë e kënaqshme. Gjithashtu, mund të jesh në pozicion të ndihmosh, mbështesësh dhe shërbesh të tjerët, gjë që të rrit humorin dhe energjinë në orët e para të ditës. Njerëzit mund të jenë më serioz se zakonisht. Mos i lejo ata që përpiqen të të mashtrojnë ose të luajnë lojra me fjalë të dy fishta, nuk e pse të shkosh atje. Nëse nuk merr mbi vete tensionin e të tjerëve dhe përqendrohesh në atë që do të arrish, dita mund të kalojë shumë mirë. Ndërsa dita përparon, mirësia dhe diplomacia jote mund të çojnë larg. Problemet komplekse dhe misteret tërheqin vëmendjen tënde dhe mund të sjellin përfitime të reja. Virgjëresha, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të romancës dhe kënaqësisë dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Kjo periudhë rrit magjinë dhe sharmën tënde natyrore. Je më lozonjar, krijues, frydhënës dhe optimist gjatë këtyre javëve. Është një kohë e mirë për të u përfshirë në aktivitete artistike, argëtuese dhe zbavitëse. Venusi këtu rrit fuqinë tënde të tërheqjes dhe siguron që i kushton vëmendje nevojave për lojë dhe kënaqësi. Në orët e para të ditës mund të ndjesh pasion të veçantë për diçka ose dikë, nëse e kanalizon këtë intensitet në mënyrë konstruktive, mund të jetë një kohë e fortë për hulumtime të rëndësishme ose për përparim në një projekt. Kujdes që të mos harxhosh energji në mendime negative ose në shqetësime që nuk ke mundësi t'i ndryshosh, ndërsa dita përparon, tërhiqesh drejt të tjerëve dhe ndihesh më shoqëror. Të tjerët hapen natyrshëm ndaj teje. Perspektiva e dikujt tjetër, edhe nëse dallon ndjeshëm nga jotja, ka tendencë të pasurojë dhe të zgjerojë pikpamjet e tua. Peshorja, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të shtëpisë, familjes dhe jetës personale dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar, duke sjellë më shumë ngrohtësi dhe mirëkuptim në jetën tënde familjare. Ky cikël zgjon një pjesë më të kujdesshme dhe mbrojtëse tënden, veçanërisht në çështjet e dashurisë, por edhe në mënyrën se si shpenzon paratë dhe llojet e aktiviteteve zbavitëse që tërheqin vëmendjen tënde. Është një periudhë e mirë për të përmirësuar foljen tënde ose bazën ku vepron, pasi je i interesuar që vendi ku tërhiqesh të jetë sa më i rehatshëm dhe harmonik. Në orët e para të ditës, përpiqu të shmangësh komunikimin negativ dhe mendimet e errëta, pasi ato mund të përkeqësohen shpejt. Një pjesë e fortë e karakterit tënd mund të dalë në pa, e cila mund të shfrytëzohet në favorin tënd nëse e kanalizon pasionin dhe vendosmërinë në mënyrë konstruktive, ndërsa dita përparon. Tranzitet e ditës inkurajojnë një lloj produktiviteti të lumtur dhe kënaqësie në çështjet familjare dhe shtëpiake. Gjithashtu, do të ndjesh dëshirën për të përmirësuar zakonet bazë dhe rutinat e përditshme. Akrepi, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të komunikimit dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar, duke zgjuar dashurinë tënde për të mësuar dhe duke zbutur qasjen me të tjerët. Qëllimet pas komunikimit tënd do të jenë më të lehta për të kuptuar, gjë që rrit mundësinë e suksesit, dhe ndikimi i Venusit në këtë sektor do të ndihmojë shumë në këtë drejtim. Marrëdhëniet me komunikim të hapur dhe të qartë janë të favorizuara gjatë kësaj periudhe. Mund të presësh lajme të këndshme, aktivitete të kënaqshme mësimore, publicitet pozitiv dhe biseda të shpeshta me të dashurit. Ky është një moment i mirë për të harmonizuar marrëdhëniet me vëllezër e motra. Njohës, shok klase dhe fëmijë, në orët e para të ditës mund të vësh re më shumë detaje që nuk funksionojnë se sa ato që funksionojnë, gjë që mund të ndihmojë nëse e përdor konstruktivisht. Përpiqu të shmangësh mendimet negative.
Në aspektin familjar mund të shfaqen disa frustrime, është e rëndësishme t'i zgjidhësh ato dhe të punosh për të përmirësuar zonat problematike, por mos u tepërsh. Shigjetari, sot, Venusi largohet nga shenja jote dhe hyn në sektorin tënd të burimeve personale, ku do të qëndrojë deri më 17 janar. Gjatë këtij cikli, ndjenjat stabilizohen dhe fokusi yt kthehet tek ajo që ke, atë që dëshiron të fitosh dhe siguria e të ardhmes. Mund të mendosh më shumë për ndërtimin e një baze të qëndrueshme që të sigurojë rehati afatgjate. Ka mundësi të shpenzosh më shumë për gjëra të bukura, objekte rehatësie dhe sende që presin të zgjasin për një kohë të gjatë. Rritje page ose dhurata të veçanta mund të vinë më lehtë gjatë këtij periudhe. Në dashuri dhe miqësi, kërkon familiaritet dhe siguri në orët e para të ditës. Dikush mund të keqkuptojë fjalët e tua, prandaj përpiqu të jesh sa më i qartë. Kujdes mos të shtysh situatat shumë larg dhe ruaj energjinë duke shmangur mendimet negative. Sot është një ditë e mirë për të përdorur anën tënde hetimore dhe analitike, pasi aftësia jote për të shkuar në thelb të gjërave është e veçantë, ndërsa dita përparon, ndihesh më pak i stresuar. Mund të përqendrohesh te vetkujdesi, komoditeti dhe aktivitetet e njohura. Gracia dhe sjelljet e tua sociale mund të sjellin përfitime ose mundësi të reja. Britsjapi, sot, Venusi hyn në shenjën tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar, duke rritur vetbesimin dhe tërheqjen tënde. Kjo është një periudhë kur je më shumë duke tërhequr se sa duke ndjekur, dhe në javët e ardhshme do të tërheqësh më shumë vëmendje dhe vlerësim. Mund të shfaqen mundësi të reja karriere që të vijojnë natyrshëm, do të ndjesh dëshirë të kënaqesh dhe të marrësh dashuri, dhe do të ndihesh më i merituar për të jetë gjithashtu më i afërt dhe shprehës në marrëdhënie. Dhe marrja e vendimeve për dashuri dhe financa bëhet më e lehtë në orët e para të ditës, një bisedë e fuqishme që mund të duket e pakëndshme në fillim. Mund të ketë efekt shërues, por vetëm nëse shmangësh dyshimet dhe negativitetin. Ndërsa dita përparon, fokusi mund të jetë i këndshëm në mësim, ndarje, lidhje dhe biseda. Të tjerët vlerësojnë veçanërisht mendjen tënde. Durimi dhe optimizmi yt shtojnë gjithashtu sharm tëndin gjatë këtij tranziti. Ujori, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të shpirtit dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Ky tranzit sjell energji të thellë dhe private në jetën tënde të dashurisë, ose më shumë kënaqësi dhe lumturi nga aktivitetet pas skenave ose nga momentet e vetmisë. Kjo është një periudhë e mirë për të shijuar kohë shtesë për veten ose për jetën personale. Ky sektor i hartës tënde është i privat dhe shpeshherë energjitë këtu anashkalohen ose mohohen. Gjatë këtij cikli mund të ndihesh i ndarë për ndjenjat e dashurisë, të tërhiqesh nga marrëdhënie komplekse, të bësh introspektim mbi ndjenjat e tua, të shijosh më shumë privatësi në jetën romantike. Ose të vendosësh ndjenjat më njanë për t'i kushtuar vëmendje fushave të tjera të jetës. Kërkimi i kënaqësisë nuk është aq i drejtë për drejtë tani, por mund të marrësh mbështetje në mënyrë të heshtur. Në orët e para të ditës, mund të jetë pak sfiduese të përballosh rutinën, pasi mendja jote është larg, duke u fokusuar te çështjet personale. Shmang frustrimin duke mbajtur mendjen të hapur dhe duke bërë vend për të papriturat. Ndërsa dita përparon, gjithçka duket më e qetë. Tërhiqesh nga aktivitetet të njohura ose të thjeshta dhe ndihesh i kënaqur duke ndërtuar mbi atë që ke, në vend që të kërkosh me ngut lidhje me botën përreth. Komoditeti dhe kënaqësitë e botës së 5 shisave kanë një tërheqje të veçantë tani. Peshqit, sot, Venusi hyn në sektorin tënd të shpresave, ëndrave dhe miqësive dhe do të qëndrojë aty deri më 17 janar. Gjatë këtij cikli, mund të shijosh përvoja të këndshme dhe larmishmëri të kënaqshme në jetën sociale, dhe do të jetë më e lehtë të tërheqësh miq që ndajnë interesa të përbashkëta. Ky është një cikël miqësor dhe përparaardhës. Ky tranzit përmirëson në mënyrë të butë jetën tënde sociale dhe tërheqjen tënde si mik ose koleg. Liria në dashuri dhe miqësi bëhet më e rëndësishme tani dhe prirja jote është të japësh dhe të marrësh hapësirë kur është e nevojshme. Në orët e para të ditës, njerëzit mund të jenë me humor të paqëndrueshëm.
dhe mund të ketë fjalë të dy fishta ose taktika manipulimi, gjë që mund të jetë e frustrueshme. Përpiqu të mos marrësh negativitetin e të tjerëve dhe përqendrohu te projektet dhe qëllimet e tua. Më vonë gjatë ditës, hëna hyn në shenjën tënde, duke nxjerrë nevojën tënde për të qenë pjesë e ngjarjeve kryesore, të angazhuar dhe i përfshirë.